Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Disa fortuna janë dërguar, disa janë lejuar, ndërsa disa të tjera i krijojnë vetë. Dhe këto në fund janë më të vështirat për të përballur. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Fëmijët e vegjël shpeshherë friksohen nga fortunat, veçanërisht kur ndodhin gjatë natës. Ndofta edhe ju e keni ndjerë këtë kur ishit fëmijë. Megjithëse ishit strukur në krevatin tuaj, zhurma e fortunës largonte prej jush çdo ndjenjë sigurie dhe frika ju pushtonte edhe pse duke qenë brenda në shtëpi, tërësisht të sigurt dhe të mbrojtur. Ju e dini, kur fortunat e jetës shkundin jetët tona, ne shpeshherë mbërthehemi nga frika si të ishim fëmijë. Vëmendja jonë përqendrohet së tepërmi tek problemi, aq sa harrojmë se të strehuar në dashurinë e Perëndis jemi tërësisht të sigurt. Sot, Dr. Stanley na kujton premtimet e Perëndis, kur mbrin fortunat, duke na dhënë një arsye më shumë që të bëhemi të guximshëm edhe në mes të vështirësive, sepse Perëndia ka gjithçka nën kontroll. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Si reagoni kur situata të ndryshme përplasen mbi ju, si dallgët e detit që rrajnë anët e anijes apo godasin brigjet shkëmbor? A fajsoni apo kritikoni dikë tjetër? Qoftë ky edhe Perëndia? Si reagoni kur fortunat mbërrin në jetën tuaj? Fortuna do të ketë gjithnjë, sepse ne jetojmë në një botë të sunduar nga mëkati dhe e keqja, dhe nganjëherë i krijojmë fortunat vetë. Por si i përgjigjeni këtyre të fundit? Pikërisht për këtë dua të flas në mesazhin e ditës së sotme. Kur mbërrin fortunat. Le të shkojmë së bashku tek një pasazh shumë i njohur në jetën e Krishtit. Këto ngjarje në jetën e tij nuk janë regjistruar thjesht për të na dhënë një përshkrim biografik të jetës së Jezusit, por na tregojnë parime që do të na ndihmojnë të përballojmë situata të ngjashme në jetën tonë. Ato kanë për qëllim të na ndihmojnë që t'i kalojmë ato me sukses. Le të shkruajmë së bashku tek Ungjilli Mateut, kapitulli 14, vargjet 22 deri në 33. Nëse ju kujtohet, Jezusi sapo ka ushqyer 5.000 vetë. Ai u ka thënë dishepujve se do të ngjitet në mal dhe do të lutet. Kështu që le të fillojmë të lexojmë në vargun e 22. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe t'i prinë në bregun tjetër derisa ai t'i lëshoj turmat. Mbasi i nisi ato, u ngjit vetëm mbi mal për të lutur, dhe kur u ngrys ai gjendej aty i vetëm fare. Ndërkaq barka ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valët sepse era ishte e kundërt. Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt duke parë atë që po ecte mbi det, u trembën dhe thanë: "Është një fantazm", dhe filluan të përtasin nga frika. Por menjëherë Jezusi u foli atyre duke thënë: "Qetësohuni, jam unë, mos kini frikë." Dhe Pietri duke u përgjigjur tha: "Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij tek ti mbi ujëra." Ai tha: "Eja." Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë, kishte frikë dhe duke filluar të fundosej, bërtiti duke thënë: "O Zot, shpëtom." Dhe Jezusi ja zgjati menjëherë dorën, e zuri dhe i tha: "O njeri besim pak, pse dyshove?" Pastaj, kur hyn në barkë, era pushoi. Atëra ata që ishin në barkë erdhën dhe adhuruan duke thënë: "Me të vërtet, ti je biri i Perëndisë." Zakonisht kur lexojmë këtë pasazh të shkrimit, gjëja që na duket më e rëndësishme është që Jezusi eci mbi ujë. Por kjo padyshim që nuk ishte ndonjë gjë e madhe për të. Ai e krijoi ujin vetë dhe sigurisht që di gjithçka për të. Ai e di mirë se si mund të ecë mbi të. Por qëllimi kryesor i këtij pasazhi është se Perëndia ka për ju dhe mua
një rrugë për të ecur mbi stuhit e problemeve tona. Të gjithë ju e dini se ne kalojmë përmes shumë furtunash në jetën tonë. Nga njerë ne mund t'i shohim furtunat që vinë. Mund t'i shohim që nga largë rreth e furtunës që krijohen në horizont. Nga njerë ato shpërthejnë mbi kokat tona pas një lloj paralajmërimi. Furtunat do të jenë pjesë e jetës sonë për sa kohë që jetojmë mbi këtë tokë. Por pyetja ime është, si do të përgjigjemi ne? Cila është mënyra më e përshtatshme për t'ju përgjigjur dhe çfarë do të na mësojë Perëndia kur shkojmë përmes këtyre kohëve problematike? Me furtunë nënkuptoj ato rrethana dhe situata në jetën tuaj që ju nuk mund t'i ndryshoni me fuqinë tuaj. Ato vështirësi, peripeci, sprova, vuajtje, vonesa dhe zhgënjime, ato momente kur e gjithë jeta jon duket sikur është në kaos. Ndjejmë paqëndrueshmëri nga brenda. E gjejmë veten në rrethana që janë jashtë kontrollit ton. Ndjehemi në goditje, si të rrahur, si të ngujuar dhe shpesh herë të tradhtuar nga dikush ose edhe nga jeta vet. Si përgjigjemi në këto momente? Besoj se në këtë pasazh gjejmë disa mësime që mund të jenë të dobishme për të gjithë ne dhe i pari është ky. Furtunat vijnë në jetën tonë edhe kur jemi në vullnetin e Perëndisë. Shpesh herë përgjigjja jonë e parë është: çfarë bëra gabim? Ndoshta nuk i jam bindur Perëndisë për ndonjë gjë. Ndoshta jam jashtë vullnetit të Perëndisë. Jo, furtunat mund të vijnë në jetën tonë edhe kur jemi në qendër të vullnetit të Perëndisë. Tani mendoni pak rreth kësaj. Shkrimi thotë se atje ishin rreth 5000 vet plus gra dhe fëmijë që janë ushqyer. Menjëherë pas kësaj, Jezusi në vargun e 22 i drejtohet menjëherë dishepujve të tij. Le ta lexojmë vargun 22. Fill pas kësaj, Jezusi i detyroi dishepujt e vet të hyjnë në barkë dhe t'i prinë në bregun tjetër derisa ai t'i lëshoi turma. Ne i gjejmë dishepujt jashtë në mes të furtunës, në errësirën e mëngjesit, edhe pse ishin pikërisht atje ku i kishte dërguar Perëndia, duke bërë atë që ju ka thënë Zoti Jezus Krisht. Ata nuk janë jashtë në mes të furtunës sepse kanë bërë ndonjë faj. Ata janë jashtë në mes të furtunës sepse po bëjnë atë që u kërkoi Jezusi të bënin në një moment të caktuar. Tani, furtuna ka filluar kohë përpara se të vinte Jezusi mbi ujë dhe duhet të ndalem për një moment këtu. Do të ketë momente në jetën tuaj dhe time ku ai do të na dërgojë pikërisht në mes të furtunës. Të qenurit në vullnetin e Perëndisë nuk do të jetë paqe e plotë. Nuk do të thotë që nuk do të ndeshemi me situata të vështira. Nuk është qetësi, por një furtunë e vërtet. Do të jetë e vështirë. Ndodh që të ndjehemi në goditje, të rrahur dhe të ngujuar. Kështu mendojmë se do të zhytemi, nuk mund të durojmë, më duket sikur jemi gati për të mbytur. Perëndia nganjëherë na përball me rrethana në të cilat e di se do të ndjejmë peshën e dallgëve dhe frikën e pasigurisë që vjen në një situatë të dalë jashtë kontrolli. Dhe ai do të na dërgojë atje në kohët kur nuk do të mund ta kuptojmë dot. Të qenurit në vullnetin e Perëndisë nuk më përjashton gjithnjë nga përballja me një furtunë. Të qenurit në vullnetin e Perëndisë mund të nënkuptoj që furtuna po mbërrin. Nëse do të shihni tek këta dishepuj, do të kuptoni se ata janë atje në kohën e duhur duke bërë atë që u tha Zoti Jezus. E megjithatë, e gjetën veten në një furtunë serioze. Shpesh herë Perëndia ka një qëllim dhe arsye tepër të veçantë të lejojë pak furtunë në jetën tonë. Perëndia lejon pak furtunë dhe një pjesë tjetër e krijojmë ne vetë. Dhe këto të fundit janë nga më të vështirat për të përballuar. Kjo lloj furtune nuk e habit as pak Zotin Jezus Krisht, sepse furtunat shpesh janë për të na korrigjuar. Ato janë dërguar për të na korrigjuar dhe për të na bërë më të mirë. Nëse Perëndia shikon diçka në jetën tonë që do ta korrigjojmë, dërgon një furtunë për të na tërhequr vëmendje. Kështu përballemi me një situatë të dëshpëruar dhe të pashpresë. Atëherë fillojmë të drejtojmë vëmendjen tonë drejt tij dhe të varemi prej Perëndisë. Nganjëherë situatat e vështira, apo siç i kemi quajtur deri tani furtunat, nuk kanë të bëjnë fare me korrigjimin apo përsosjen tonë. Kjo nuk do të thotë që ai do të na bëjë njerëz të përsosur.
por me përsosje kuptojmë rritjen tonë frymërore. Ky ishte qëllimi i tij parësor për dishepujt e tij në furtunën që përmendëm pak më parë. Ti ndihmoj ata të rriten, të zhvillohen, të ndryshohen, ti bëj gati për punën që i ka thirrur të bëjnë. Ai e di mirë se dishepujt do të përballen me furtuna përgjatë gjithë jetës së tyre dhe të kishës së tyre. Kështu ai po i mëson se si ti përballojnë këto situata. Kështu, pavarësisht se çfarë po kaloni sot, kujtoni se është për korrigjimin ose për sosjen tuaj. Perëndia po përpiqet t'ju rrisë në disa zona, t'ju zhvillojë dhe plotësoj që ju të jeni i fortë, një anije e gjallë për Zotin Jezus Krisht. Sikurse e shihni në këtë pasazh, dhe çfarë Jezusi tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 16, vargu i 33. Ju a kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën. Jezusi me fjalë të tjera po thot, në botë do të kemi mundime. Kjo do të thot se në jetën tonë do të përballemi kohë pas kohe me situata tepër të vështira, ku gjithçka rreth nesh duket sikur po coptohet dhe nuk mund t'i bashkojmë dot pjesët e ndara dhe duket sikur asgjë nuk shkon ashtu siç duhet dhe më e keqja është se situata ka dalë krejtësisht jashtë kontrollit. Është si një njeri që po bën banjo dielli në rër dhe i drejtohet furtunës. Nuk dua ta besoj se do të ketë vërtet ndonjë furtunë sot. Shërbimi sinoptik ja fut kot dhe do të vazhdoj të qëndrojë në diell derisa ta përpi furtuna. Ju mund ta shikoni një furtunë sa të doni dhe të flisni me të, por nuk do të mund ta ndaloni dot. Dhe ka disa lloj furtunash në jetë që ju dhe unë nuk kemi absolutisht asnjë lloj kontrolli. Po kështu, disa prej jush jetojnë çdo ditë nën furtunë, në punë, në shkollë, me miqt. Do të doni të ndryshonit shumë gjëra. Ndoshta pyesni, çfarë bëra që ta pësoj këtë? Kjo situatë nuk ka të bëjë fare me ty. Kështu, ndërsa ndaleni te ky pasazh, është shumë interesante të kuptojmë se dishepujt ishin atje ku i kishte dërguar Zoti Jezus Krisht në anën tjetër të detit të Galiles. Gjëja e dytë që dua të shihni këtu është se shpesh herë në mes të furtunës i harrojmë eksperiencat e mëdha shpirtërore që kemi patur në të shkuarën. Harrojmë ato eksperienca në të cilat Jezus Krishti ka qenë kaq vendimtar në jetën tonë. Por le të kthehemi së bashku në Biblën tuaj tek Ungjilli Mateut, kapitulli 9, vargu 18. Ndërsa Jezusi u thoshte këto, ju afruaj një nga krerët e sinagogës, ra përmbys përpara tij dhe i tha: "Sa po më vdiq vajza, por eja, vëre dorën mbi të dhe ajo do të jetojë." Dhe kështu Jezusi vendosi të shkojë dhe të kthejë në jetë vajzën e tij. Gjatë rrugës Bibla thot tek Ungjilli Mateut, kapitulli 9, vargu 20, dhe ja një grua e cila vuante prej 12 vjetësh nga një fluks gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e rrobës së tij. Kështu në rrugën e tij për të ringjallur vajzën e liderit, kjo zonjë, ndërsa e preku me besim, u shërua nga sëmundja e saj e gjatë. Tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 9, vargu 27 deri në 30 lexojmë: "Dhe ndërsa Jezusi po largohej prej andej, dy të verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe duke thënë: Ki mëshirë për ne, biri i Davidit." Kur arriti në shtëpi, të verbrit ju afruan dhe Jezusi u tha atyre: "A besoni ju se unë mund ta bëj këtë gjë?" Ata ju përgjigjen: "Po, Zot." Atëherë ai u apreku syt duke thënë: "U bëft sipas besimit tuaj." Dhe atyre ju hapën syt. Dhe kështu dishepujt pan gjithë të që po ndodhte. Më pas Bibla thot se Jezusi shëroi çdo lloj epidemie dhe sëmundjeje tjetër dhe dishepujt ishin dëshmitar të gjitha këtyre mrekullive. Le të lexojmë së bashku tek Ungjilli Mateut, kapitulli 14, vargjet 15 deri në 21. Pastaj në mbrëmje, dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë: "Ky vend është i shkret dhe u bëvon. Lejo turmat të shkojnë nëpër fshatra për të blerë ushqime." Por Jezusi u tha atyre: "Nuk është nevoja të shkojnë. U jepni juve të hanë." Dhe ata i thanë: "Ne këtu nuk kemi tjetër përveç se 5 bukë dhe 2 peshq." Dhe ai u tha: "Mi sillni këtu."
Atere i urdhëroi që turmat të ulen mbi bar. Pastaj i mori 5 bukët dhe 2 peshqit dhe pasi i çoi syt drejt qiellit, i bekoi, i ndau bukët dhe u dha dishepujve dhe dishepujt turmave. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën. Pastaj dishepujt mblodhën te pricat në 12 kosha plot. Dhe ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët. Bibla thot se dishepujt e pan të marrë 5 copa buke dhe 2 peshq, ngriti syt nga qielli, e falenderoi Atin për to dhe pastaj filloi t'i ndajë. Dhe mjaftuam për të gjithë. A mund të imagjinoni dishepujt të ulur atje duke menduar, prit një minutë, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, çfarë po ndodh? Kështu Jezusi ushqei 5000 burra plus gra dhe fëmijë. Dishepujt kanë parë me sytë e tyre ringjalljen e një të vdekuri, një shërim të menjëhershëm, 2 të verbër të shëruar dhe tani ushqimin e 5000 burrave plus gra dhe fëmijë me 5 bukë dhe 2 peshq. Këto mund të kenë qenë mrekulli të mjaftueshme që të kujtoheshin për tërë jetën. Por nuk ndodhi kështu, sepse në pasazhin tjetër tek Ungjilli i Markut thuhet: Ungjilli i Markut, kapitulli 6, vargjet 51 deri në 52. Pastaj hipi në bark me ta dhe era pushoi, dhe ata mbetën jashtëzakonisht të habitur në veten e tyre dhe u mrekulluan, sepse nuk e kishin kuptuar ndodhinë e bukëve, sepse zemra e tyre ishte ngurtësuar. Kur thot zemra e tyre ishte ngurtësuar, nën kupton se ata ishin bërë të pandjeshëm. Në të vërtet nuk e morën vesh se çfarë po ndodhte. Mendoni pak mbi këtë. Nëse Perëndia ju do, aq sa vjen në jetën tuaj në këto momente dramatike, i përgjigjet lutjes, plotëson nevojat tuaja, ju inkurajon, ngre, forcon, zhvillon dhe zbulon disa të vërteta të mrekullueshme për ju, a nuk e meriton ai vlerësimin tuaj? A nuk e meriton që t'i thoni Perëndi, unë të falenderoj për këtë të vërtetë të çmueshme që më ke mësuar. Shkruaja atë gjë që ka bërë Perëndia për ty, që të mos e harrosh. Dikush mund të thotë, mendoj se jam përballur me vështirësi edhe në të shkuarën, por kjo duket shumë ndryshe. Është ndryshe nga çdo gjë tjetër që kam kaluar. Tani dëgjomuni me kujdes se këtu është Chelsea. Ngjarja mund të jetë ndryshme, eksperienca mund të jetë ndryshme, por Krishti që ju ndihmoi ta përballoni vështirësinë, nuk ka ndryshuar. Ai është i njëjtë dhe nuk ndryshon. Asnjë eksperiencë me të cilën mund të përballeni nuk është e re për të. Sa herë që jemi në mes të furtunës, të ngujuar, të rrahur, të thyer, duhet të kujtojmë gjërat që ka bërë Perëndia dikur për ne. Faleminderit Zotit për besnikërinë e tij në të shkuarën, faleminderit Zotit që nuk ndryshon kurrë. Situatat mund të ndryshojnë, por ti o Zot, jo. Inkurajohem sa herë që mendoj për gjërat që ka bërë ai në të shkuarën për mua. Mendo për të gjitha kohët e vështira që ke kaluar. Mendo se si të ka bekuar Perëndia. Shkruaje se çfarë ka bërë ai. Shkruaje se çfarë ishte e veçanta e saj. Shkruaje që të mund ta lexosh sa herë që ke nevojë për inkurajim. Kujto se çfarë ka bërë Zoti për ty në të shkuarën. Nëse Perëndia më do, aq sa të kujdeset për mua, të më afrohet në një moment të vështirë dhe të më shpëtoj, sigurisht që meriton mirënjohjen time. E meriton që ta shkruaj dhe ta falenderoj jo vetëm për sot, por edhe për gjërat që ka bërë në të shkuarën. Unë e falenderoj Perëndin sot për shumë gjëra që ka bërë për mua për vite me radhë. Gjëja e tretë që dua të mësoni në këtë mesazh është thjesht se kur vijnë situatat e vështira, Perëndia e di mirë se ku jemi ne. Jezus Krishti di absolutisht gjithçka. Tani Bibla thot shpesh se Jezusi shkonte lart në mal i vetëm dhe i lutej Atit. Mendoni se sa e vështirë duhet të ishte kjo për të. Ai ishte në mes të turmës. Imagjinoni se si mund të ishin njerëzit rreth e qark tij. Ata e preknin, donin ta shihnin, të shihnin fytyrën e tij dhe të afroheshin sa më pranë që të mund ta preknin. E gjithë kjo i merrte shumë energji atij. Dhe kështu sigurisht që donte të shkonte me Atin dhe të qetësohej. Në kapitullin e 6 të Ungjillit sipas Markut, shohim të njëjtën ngjarje. Jezusi fashit furtunën. Ai pa dishepujt atje të tmerruar përballë dallgëve dhe të bllokuar nga frika. Ai e dinte mirë se çfarë po ndodhte në jetën e tyre. Ka raste kur flasim
rreth Jezusit në mënyrë intelektuale. Themi, besoj që Jezus Krishti është kudo dhe di gjithçka. Por ne veprojmë ashtu si mendojmë dhe jo rrallëherë themi, Perëndi e ke harruar këtë? Tani mendoni pak për situatën e dishepujve në detin e Galiles, dhe deti i Galiles është rreth 21 kilometra i gjatë dhe rreth 12 kilometra i gjerë. Në njërën anë të tij gjendet mali Hermon, që është rreth 2830 metra i lartë. Kështu ajri i ftohtë mund të zbres poshtë maleve drejt luginës, të godas ajrin e ngrohtë të detit dhe si rrjedhim shpeshherë krijohet një furtunë kaotike. Dhe mund të ndodhë sa hape mbyll syt. Ja ku i shohim dishepujt të përballen me një furtunë të tillë në errësirën e natës, të friksuar për vdekje se anija mund të fundosej. Asgjë që bënin nuk dukej të kishte sukses. Ndoshta po mendonin se ku ishte Jezusi. Më lejoni t'ju pyes. A keni menduar edhe ju se ku ishte Jezusi ndërsa përballeshit me situata të vështira? Dua të them, kur vërtet bëhet errësirë dhe duket se askush nuk kupton, kur jemi të mbytur nga dhimbja dhe lotët nuk ju shterojnë, kur duket se të thirrurat tuaja nuk i dëgjon njeri, është e lehtë të themi me vete, o Zot, ku je? Por Jezusi është pikërisht aty ku ka qenë gjithmonë. Ai e di mirë se me çfarë po përballesh. Gjithçka që duhet të kujtoja është, ai e di se ku jam. Ai i di stuhitë e jetës sime, sepse Perëndia ka kontroll absolut mbi gjithçka. Mos harroni, ne thamë që stuhit mund të vinë ndonjëherë, sepse ai do që ne të na korrigjojë. Herë të tjera sepse do të na bëjë më të mirë. Ndonjë stuhi i krijojmë ne vetë. Por edhe nëse është kështu, Perëndia e kthen atë për të mirën tonë. Ai e di se ku jemi, në çdo stuhi me të cilën përballemi, qoftë kjo financiare, në lidhje me marrëdhënie të ndryshme, qofshin këto familjare, në punë, shkollë apo gjithkund tjetër. Nuk ka rëndësi se çfarë është. Ai e di se ku ne jemi dhe se për çfarë kemi nevojë. Jezusi e di ku na dhëm dhe kur askush tjetër nuk kupton asgjë. Ai e di sa herë që ndihemi të pashpresë, të vetmuar dhe nuk dim se çfarë të bëjmë pas. Ai di gjithçka për çdo stuhi në jetën tonë. Dr. Stanley shpjegoi se Perëndia i lejon vështirësitë për shumë arsye. Kështu, kur përballeni me vështirësitë, rrini i sigurt se Perëndia ka një qëllim të caktuar përmes këtij testimi. Vështirësia do të jetë gjithmonë pjesë e jetës së krishterë dhe është shumë e lehtë të humbasim orientimin ton shpirtëror kur jemi në mes të saj. Kujtoni se pavarësisht me çfarë përballeni, Perëndia është gjithmonë me ju dhe ka nën kontroll të plot gjithçka. Edhe pse nuk mund të shihni rezultat të menjëhershëm prej dhimbjes suaj, Romakët 8 vargu 28 na inkurajon se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Ndërsa përballeni me vështirësinë tuaj të veçantë, ju mund të gjeni mbështetje tek Psalmi 23 vargu 4. Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valëteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.